Studentët e Universitetit Ismail Qemali në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë kanë qenë pjesë e një aktiviteti sportiv, festiv e kulturor. Në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, universiteti i cili mban emrin e burrit të madh të shtetit shqiptar, organizoi maratonën Ismail Qemali. Me qindra studentë rrugtuan drejt Kaninës, vendlindjes së Ismail Qemalit, e pikërisht aty, pas vlerësimit të dy fituesve për femra e meshkuj në këtë maraton, u përcollën dhe urimet për 100 vjetorin e pavarësisë. Universiteti Ismail Qemali është simbol i këtij eventi kaq të bukur dhe ne për këtë arsye zhvilluam këtë maraton me që mbajmë dhe emrin e plakut të madh, këtij burri të madh të kombit shqiptar që lindi këtu në Kaninë dhe amaneti i tij ishte që kocka të preshin përsëri këtu në Kaninë. Dhe ne zgjodhëm kalane e Kaninës për të bërë të fest kaq të bukur që organizoi Universiteti Ismail Qemali në bashkëpunim me komunën qendër dhe me institucionet e tjera të qytetit të Vlorës. Fituese e flamurit të maratonës Ismail Qemali e fiton Erida Dervishi. Maratonën për çuna e fiton Ergan Isufaj, shkencat kompjuterike. Maratona Ismail Qemali, ku pjesëmarrës ishin studentët e këtij universiteti, ishte një event i organizuar nga universiteti në bashkëpunim me komunën qendër dhe institucione të tjera në nivel lokal. Pas shpërndarjes së dy çmimeve për fituesit, të rinjt kanë qenë pjesë e një feste të madhe me këngë, valle e muzikë. Ky event i bashkëngjitet numrit të lartë të aktiviteteve kulturore, akademike e festive që Universiteti i Vlorës ka organizuar në kuadër të 100 vjetorit.